për të skanuar në telefon ka programe plot. Domethënë edhe në Android dhe në iPhone. Unë kam provuar një 2-3 që janë falas, punojnë shumë. Ë? Edhe ajo, nuk me të tjera, por edhe me Google Docs, për shembull, po ta anosh me Google Docs, thua plus, të shtuar një dokument, edhe ajo tjetë opsionin shumë ta skanosh, e skanon nga kamera. Do të edhe Google Docs, e skanon me atë, ajo ta Google Docs direkt, në Photoshop, dhe pastaj nuk ta shkarkosh, nuk ta përpunosh, nuk ta dërgosh diku, nuk ta bësh share e tjera, për të skanuar me telefon. Kurse për të skanuar një kompjuter me një skaner tamam, edhe këtu ka programe të ndryshme, unë kam përdorur të NAPS 2, që është dhe për ta shkarkuar. E shkarkon. Ja, po ta kërkojmë shumë NAPS 2, download, NAPS 2 download, më del faqja e shkarkimit këtu. Dhe ky ka versione edhe për Windows, mund të instalohet edhe në Windows, edhe në Mac, edhe në Linux. Adresa juaj? Edhe një? Fakulteti Ekonomik? Adresa? Adresa këtu? Nuk është me nuk? Jo. Jam pedagoge dhe e di që i IT-së, po kam një problem. Të do të më t'i një ashtu tjetër, unë kam të një të zhuat. Mi nuk në këtë probleme në hëta. Dua një qipet në adresë e internet. Me kë është adresa ka Fakulteti Ekonomik e jetë? Adresa këtu, e këta i Pra e internetit. Nuk e di, është nuk e di, por nuk e di pasuarti. Sepse këto mund t'i bësh edhe më vonë, domethënë, nuk është ideja që tani se edhe po instaloj ti prapë duhet ta lidhësh me skanerin që ta provosh tamam. Kështu që nuk është nevojë që ta shkarkon në aty, nxjerr në rrugë të installer ose kjo që është x64, varet nga lloji i procesorit të kompjuterit. Zakonisht janë x64. ARM64 janë për shembull ato të vogla kompjuterat e vegjël. Jo, nuk ka rëndësi më shpejt. Ose kjo këtu x64 ose kjo MSI installer x64. Kjo e para mund të jetë. Klikoj mirë për aty, E shkarkon, edhe pastaj instalon. Ja po shkarkoj këtu. Unë e kam shkarkuar një, prandaj e nxjerr me këtë njëshin kjo nga mbrapa. Se unë e kam shkarkuar. Shikon, nuk është për telefon, këtë program. Jo, këtë nuk është për telefon. Po nuk e instaloj këtë. Mund ta instalosh në kompjuter. Po. Në kompjuter dhe kompjuter i lidhur me rrjetin me skanerin, ose i lidhur me fish me skanerin. Domethënë, është për të skanuar nga një skaner. Po. Po. Tani do ta klikosh dhe do ta instalosh. Unë nuk po e bëj sepse e kam instaluar një. E kam instaluar një. Tani unë do hap direkt programin NAPS 2, e ka ikonën tillë ose mund ta kërkosh këtu. Shkruan NAPS, edhe del kjo këtu. NAPS 2. Tani ky ka këtë ndërfaqe si program, meqense unë e kam përdorur, po e fshi një herë këto do ta seroj si përdor. Tani mënyra si punon ky është që ka këto profilet e skanimit. Dhe domethënë para se fillosh të skanosh, do krijosh një profil skanimi. Klikova këtu te profilet, mu hap kjo, mund të krijojmë disa profile skanimi. Tani device është skaneri që do përdoret. Choose device. Tani kjo ka disa mënyra për të lidhur me skanerin, ose mund të jetë skaneri i lidhur direkt me fish, me kompjuterin, ose mund të jetë i lidhur nga rrjeti. Këtu s'më del gjë mase, nuk s'kam skaner të lidhur. Të shikoj të tjera, kjo ECL. Tani kjo është duke kërkuar, kërkojmë këtu në rrjet.
Edhe gjeti këtë me IP 192.168.0.67, që është IP-a i printerit këtu. Këto printerat janë zakonisht edhe skanera. Tani, kush janë skanera? Ato që janë fotokopje, zakonisht janë edhe skanera. Sepse fotokopja bën dy veprime, një e skanon, dy e printon. Kështu që po që fotokopje, normalisht duhet edhe skaner. Gjithmonë, fotokopja është skaner? Në përgjithësi. Besoj unë, sepse... Ose nëse e kërkon. Po, nëse do ta përdorësh si skaner, mund ta përdorësh si skaner. Po që fotokopje, mund ta përdorësh edhe si skaner. Sepse logjikisht fotokopja bën dy veprime, e skanon edhe e printon. Kështu që ajo ka funksionalitetin e skanimit, do ta ketë, mendoj unë. Kështu që tani duhet të gjesh se cili nga këto se mund të jenë disa fotokopje, disa skanera në rrjet, cili nga këto është ajo që do të përdorësh ti, ajo që është afër. Po, ajo që është afër. Dhe e shikon nga modeli edhe nga IP-a, nëse di IP-n ose nëse pyet atë IP-n cili është afër, mund ta shikosh edhe nga modeli, po për shembull këtu në rrjetin tonë janë 10 modele Xerox, Versalink, mund të gatrohesh. Domethënë nuk e di kush është njëra kush është tjetra. Pra zgjedh atë pajisjen që do të përdorësh për skanim. Select. Tani, kjo më nxori këtë display name automatikisht, për momentin po e lë, mund edhe ta ndryshoj, kjo është remi që do dalë në listë i pajisjes. Janë edhe disa opsione. Tani, paper source. Kjo ka dy ashtu, pas ka tre, glass, feeder, duplex. Kjo varet nga lloji i pajisjes. Kjo pajisje për shembull skanon edhe nga xhami, glass është xhami, edhe e skanon. Feeder është kërkuj që i vë dëm, i vë një plir me letra, edhe e me një nga një, edhe i skanon. Ajo feeder nuk e di se çfarë ishte. Po këto dyja që i di, kjo duplex, nuk e di se... Ajo që interveqeve në glas është për? Glas i ton xhami. Po. Domethënë xhami është po, domethënë nëse do të skanos nga xhami, do zgjedhësh këtë në profil. Unë po e lej nga këtë glas si fillim, pastaj do bëjmë një profil tjetër për të skanuar me feeder. Feeder DPI është që apo është duplex? Ajo që i çon gjitha. Kjo feeder është i çon gjitha, i çon nga sipër. Këtë duplex nuk e di, ndoshta mund t'i ashtu të dyja, nuk e di. Po do përdorim këto dyja që unë di, se këtë se kam shumë çfarë shpjell duplex. Këto gjenden edhe me prova, unë i kam provuar, i kam gjetur, tani po ua shpjegoj juve. Madhësia e faqes ne përdorim A4. Kjo dihet, të din gjithë. Këto bit depth, 24 bit color është okay. Këtu horizontal line. Kjo ka lidhje me vendin ku e me qëse më zëva këtë glas, ka lidhje me vendin ku e vë letër. Ja do bëjmë një provë ne, edhe do shikojmë. Po nuk qenë rregull kjo right, do përdorim atë ose middle ose left. Resolution ka të bëjë me madhësinë e pikave që lexon ajo nga dokumenti. 100 dpi është mirë, domethënë 200 dpi është akoma më mirë, merr më shumë hollësi, më shumë detaje, lexon më shumë pika gati 2 fish. Jo 2 fish, 4 fish, sepse është 2 fish në një krah, 2 fish në dimensionin tjetër, edhe po të shikosh madhësinë e skedarit, një skedar i lexuar me 200 i skanuar me 200 dpi, del 4 herë më i madh sesa një skedar i skanuar me 100 dpi. Po e lë këtë 200 dpi një herë. Scale nuk e ndryshoj, brightness, kontrast, po e lë siç janë, po shikojmë këtu advanced, çka ka kjo advanced. Po e bëj maximum quality. Exclude blank pages, sepse ai skaneri feeder lexon nga dyja krahët, ose janë disa skanere që lexojnë nga dyja krahët. Edhe mund të lexojë edhe faqen që ka shkronja, mund të lexojë edhe faqen e bardhë. Edhe nxjerr një me shkronjë, një të bardhë, një me shkronjë, një të bardhë. Atëherë i them exclude blank pages. Nëse ka lexuar një faqe të bardhë, mund të nxjerr në listë. Okej. Edhe po i lë këto. Tani meqense këtu ekrani është në qika shus, po i gjithë do të dhe, okej, po i shtyp një rentët, okej, e mojë. I them, okej, tani na doli këj profil, skanimi, edhe e kemi, e mbyll profilin, ose mund bëj skan këtu që ta provoj. Me gjitha të po e mbyll,
edhe do t'i them këtu skan. Para se të bëj skan, do vendosim një fletë letër te xhami. Vendosim një fletë letër. Tani, këtu është gjithaj xhami i madh, letra është e vogël, ku do e ta vendosim? Po e provoj një herë kështu. Kjo ka një shigjet këtu te cepi, mund të ngjerë dhe ta shikoni. Mund të ngjerë dhe ta shikoni. Këtu nuk e do ma kapi kjo apo jo. Është shumë e vogël ajo detajli aty, po nuk kam çfarë të bëj, nuk di si ta zgjidhoj. Megjithatë, po mund të ta tregoj me vetë. Do të thënë, këtu është ajo këtu kemi një shigjet. Do të thotë një nga cilat do të vendosur këtu, po apo do të vendosur kështu siç e kam thënë, apo do të vendosur kështu, apo do të vendosur kështu. Kjo se kam shumë parasysh, po e vendos një herë kështu. Po e vë një kështu po e provoj. Kaloj te programi i skanimit, edhe I them skan. Letrën e vendosa I them skan. Po ta shikoni këtë fletën, kjo se nuk e ka skanuar shumë mirë, sepse kjo fleta ka vetëm fakt të shkruar aty, do ka skanuar vetëm pjesën sipër. Se si ka skanuar? Po ka skanuar, ne do të skanoj faqen e madhe, po të bëj një faqe tjetër që kam shumë të shkruara, ja po vendos një faqe tjetër. Po vendos një faqe tjetër edhe po e provoj. Atëherë po e fshih këtë që ka skanuar kjo. E selektova duke e klikuar, edhe I them delete, me të djatën dhe delete, ose më të shtyp butonin delete në tastier direkt. Po I them edhe një skan. Shiko tani kjo ka kapur vetëm gjysmën e faqes, prandaj duhet që ta gjejmë atë pozicionin. Atëherë po I kthej të faqen në përse gjë. Tani e kisha vendosur përse gjatë, tani po e kthej përse gjë. Po, në shë pozicionin, edhe po e shikoj edhe njerë, po e provoj. E fshi prapë këtë. I them edhe një skan. Tani e kam nxjerrë më mirë, më duket mua e kam nxjerrë tamam. Tani që e skanova, e selektoj dhe I them save PDF. Domethënë nuk ka mbaruar procesi, vetëm kjo ka skanuar një imazh, por që ta ruaj do të them save PDF. Edhe jap një emër, për shembull test 1. Po e bëj test 2. Da. Okej, replace. Tani që e skanova këtë dokument, duhet të skanoj një tjetër, do ta shikë, do ta pastroj këtë pjesën e skanimit. Hajde. Bravo. Si e Tani, nëse dua të skanoj 2-3 faqe, do skanoj të parën, I them skan për të dytën, edhe pastaj për të tretën e kështu me radhë. Po t'jenë lidhje me këtë, sigurisht. Lidhje me këtë që të diskutar. Po. Atëre, supozojmë se kam 3 faqe për të skanuar. E vendosa faqen e parë të xhami, I them skan. E skanoj faqen e parë, po e skanoj. Tani do heq faqen e parë, do do faqen e dytë dhe do të them prapë skan. cellulare, scanno bene. Cosa? Nel cellulare scanno. Poi, nel cellulare scanno.
Tani, I them prap skan, vazhdoj skanoj faqen tjetër. Do e heq këtë, do vendos faqen tjetër. Pastaj do bësh si dokument, se mund të njëri pas tjetrit, apo ju vë numrin, edhe e vë video. Akoma nuk e kemi ruajtur si skedar tani, po thjesht po I skanoj. Tani I skanova ato tre që doja, do t'i selektoj. Ose I selektoj gjitha, ose shtyp Ctrl A, I selekton gjitha dhe I them save. I ruaj si një skedar I vetëm. E kuptoj. E marr 1, 2, 3 faqe. Po I quaj test 2. Okay, replace. Tani, këto që skanuam, pasi skanova e pastroj mjedisin e skanimit. Do të thotë këto janë imazhe që I kemi skanuar nga skaneri. I ruajtim si PDF, nuk na duhen më. Tani do t'i fshim. I selektoj edhe ose klikoj këtu delete, ose klikoj me djatën delete. Ose shtyp butonin delete në tastier edhe pastaj enter. Are you sure? Okay. Tani, nëse kam 20 faqe, 30 faqe për të skanuar, kjo mënyra me xham është e lodhshme. Atë ose do kaloj te kjo feeder që të skanoj nga feeder. Ose më e mira është që të bëhet një profil tjetër skanimi. Atëherë shkoj tek profilet, e klikoj këtë, I them copy. Krijova një profil tjetër. Tani këtë profil po I quaj feeder, edit. Bravo, se kish po të tjetë, isho ne? Po I quaj feeder këtë si profil, kurse këtë tjetërin po I quaj glass, që të mos ngatroja. Glass është që skanon nga xhami. Kurse feeder është që I merr aty nga sipër. Tani po këtë feeder po e editoj dhe po ndryshoj këtë paper source. Paper source po e vë feeder. Tani para se të skanoj zgjedh profilin. Pra një profil mund të lidhet me disa skanera, pra për çdo skaner nga një profil, ose mund të jetë lidhur me një skaner, 2-3 profile për një skaner, por me parametra të ndryshëm. Këto janë për kollaj lloj, sepse edhe mund të ndryshosh parametrat këtu para se të skanosh. Po është më mirë me profilet. Atëherë po vendos disa marrë këtë që këtu. Feeder është kjo këtu. Edhe po I them scan. Kjo feeder është edhe më shpejt, edhe I skanon nga dy faqe. Sa glass I skanon vetëm nga një faqe. Kështu që kjo është më e mirë. Edhe më shpejt, edhe më praktike, se mund të skanosh 20-30 faqe njerëz. Ai ky program I tani skanimi. Që kompjuter dhe shkakon e internet I si. Po, e tham në fillim e shkakon. Ky quhet NAPS 2, po të kërkosh NAPS 2 download, e gjen faqen e shkarkimit të këtij programi. Po, kjo është faqja e shkarkimit. Shkarkon tu dhe instalon. Është edhe falas, do të është pa licencë pa gjë. Jo, unë zakonisht zgjedh ato që janë falas, sepse ka edhe, domethënë, ka opsione, ka variante. Pse mos përdorësh atë që është falas kur e bën punën? Mirë, cilësinë e ka, Po cilësinë ja shikoj, cilësinë e ka shumë. Se këto gjërat jo PDF-ja, jo skanimi, këto nuk janë gjëra të reja që kanë dalë tash. Këto kanë të gjithë se ka opsionin atë që këtë. Po. Atëherë, kalojmë prapë te programi I skanimit. Shiko se kjo tani jo, mendova mos ishin faqe bosh, po jo, nuk që nga faqe bosh, sepse ne e hoqëm atë, domethënë po të shikojmë këtë profilin,
ta shikojmë këtu tek edit, po të shkojmë tek advanced, ja nuk ishte tek advanced. Këtu, blank pages, exclude blank pages, sepse nga që ajo lexon nga dyja faqet, do të thënë skanon nga dyja faqet, mund nxjerrë edhe faqet bardha. Atëherë ne kemi çekuar këtë exclude blank pages që faqet e bardha nuk e nxjerr faqen e bardhë. Jo, faqet e bardhë nuk e nxjerr. Ajo i skanon të dyja, po faqja e bardhë nuk e nxjerr. Po kishte gjetur shkruar e nxjerr. Edhe unë mendova se është mirë, e që automatikisht. Po e heq automatikisht. Unë mendova se mos kishte skanuar faqet bardha, po jo, nuk janë faqet bardha sepse kanë diçka të shkruar. Kujtova mos ishin faqet bardha. Tani i skanova do t'i ruaj si skedar. Shtyp Ctrl A që t'i zgjedh të gjitha. Selektosh të gjitha njerëz që Po, shtyp Ctrl A. Si Ctrl A? Ctrl A, A-ja është për all. I selekton të gjitha dhe pastaj save PDF. Edhe i jap emër skedarit, test 3, i ruajmë test skedar. Test 3 e merr vetë përfshtesën në PDF. Ajo, e merr vetë. Po. Tani le të shikoj kaç kishim për këtë program në Apps 2 në përgjithësi. Domethënë mund të ketë profile të ndryshme, një profil mund të lidhet me një printer ose domethënë këto profile mund të lidhen me printera të ndryshëm ose mund të lidhen me një printer por me parametra të ndryshëm. I skanon, i bën save, i ruan edhe pastaj pasi i ke skanuar i fshim që këtu. Mos ta harrojmë edhe të fshim, sepse kur të skanojmë me tjetër nuk duam që të na bashkangjiten ato që do skanojmë me ato që kemi skanuar më parë. Për shumë një material ato të thjesht ta provojmë ta skanuar. Patjetër. Po. Vetëm do më orientosh pas e ka më mirë, do të thënë. Po, do material tënd apo Jo, një material që është këtu, thjesht për ta Okej, në rregull. Do ta bëj praktikisht. Do ta bëj praktikisht. Okej, në rregull. Atëherë po e mbyll këtë programin apo edhe një nga e para. Vetëm se do më orientosh, ka më mirë. Patjetër do ta kemi tek audicitin. Tani gjithë programin e skanimit edhe hapet. Napsi, ë? Napsi, e ke edhe poshtë edhe atë. Napsi e ka të shkarkuar, Tani këtu do zgjedhësh profilin që do skanosh. Këtu te profili. Po, ose glass ose feeder. Glass nga xhami. Do të skanosh nga xhami, në rregull. Ajo feeder është pikë bashkë. Ajo feeder është i vendos sikur që i vendos grup. Atëherë do shkosh te printeri, do vendosësh atë fletën te xhami. Me një fletë janë ato fletat poshtë që skanon tani dhe vendos te xhami. Okej, atë ja këtu. Jo, në xhami. Po te glass në xhami. Po. Tani, ky cepi këtu tregon që aty do të vendosë cep. Por ne provojmë çfarë që po e vendosë kështu, ajo ka vetëm gjysmën, sepse tenton varet nga si kemi zgjedhur ne aty. Kemi zgjedhur horizontalisht, left, right, çka tjetër. Do të vendosë kështu që ta vendosë kështu. Jo, kështu i kemi bërë parametrat. Pak sekond, shikoj pak këtu. Po e bëj të profilin. Horizontal align, right, left, center. Ky parametër që kemi zgjedhur ne do ashtu, që ta vendosim Right, do të vendos në këtë pozicion. Po, se kjo do horizontal align, do të thotë që do ta vendos në ekranin e djathtë, po, do ta vendosësh në ekranin e djathtë. Okej, tani Nëse kemi left, po që se left, do të thotë që do të vendosë te. Po që se center, do të po shumë ka vaj këtu, jo, Nëse, kjo të A4, shikoj. Do të thotë që A4 do vikë shumë, që se vendosim kështu ne, nuk vjen këtë A4, nuk vjen as. Po, nuk se vjen modelin. I printer. Nuk varet nga parametrat që kemi zgjedhur atje, edhe kjo. Po, duhet jep një skan aty të butoni poshtë. Kjo me qënë është me nga data, ajo është me shpim. Ajo me fletë. Po, ajo është me shpim. Kurse atë me fletë do shqipë në të që thotë, si shë? Feeder. Po, do një kjo tani, selektoj dhe bëj save. Selektoj dhe bëj save PDF. Jeti një emër, test 4, se dhe test 3 kanë bërën. Enter, shqipën. Ose save. Tani, po, si që ke selektuar, më të shtypësh delete, që ta fshisha. Anja,
Po. Edhe është vetëm nga sajnë tani, ape këtu të... Ruaj, të dokumentat pe ke ruajtur në... Qa është? Dalë. Please, konfirmo. është mesazhi i ekranit, i televizorit. Atëherë, po ta hapim këtu dhe të shikojmë diku duhet jenë... Aty duke në thotë që ke dokument, e kupton. Të dokument, test 4 është kjo. Tani kënë hapet me Google Chrome, s'ka problem, mund të hapim edhe me një program tjetër. Klikojmë me djatën, open with, shembull, fil PDF që e kanë installuar. Edhe kjo është faqja e skanuar. Me Google në se kjo do zmatuar edhe më... Kjo është dokumenti që skanuar tani. Po të shikojmë të testeshin, është ai që ka shumë faqe. Ashtu, tani ne nga kanë dalë me kohë poshtë. Tani do shikojmë se si do të rregullojmë. Po, jemi do shikojmë tani. Së pari ka heqim nga Di që të përësja më të po të vjen një email që me të nuk intereson, po ti nuk e di, të vjen të ekspert, të karadese që nuk e një. Tani mund të hapim panjol, mos a merë të dhëna, mos është... Një sekundë, këtë do ta diskutojmë në fund, se kjo është pak dhe pak jashtë teme, okay? Në që se s'më zditesh. Tani, e pam që ky dokumenti test 3 i ka skanuar, po varet nga mënyra se si i vëmë ne flet aty. Po ti kishim vënë ndryshe ne do na dini me kokë lart, na kanë dalë me kokë poshtë. Tani kemi një program që përdoret për rregullimin e këtyre gjërave, që është kjo PDF Ranger. Është kjo PDF Ranger. Ranger do të thënë rregullues. Po. Edhe kjo PDF. Atëherë po e kërkoj këtë PDF Ranger download. E shkarkon dhe atë se ju direkt ashtu të vetën, e? Po duhet instaluar, edhe duhet shkarkuar. PDF Ranger download. Ja ku shfaqja e kësaj këtu. Nuk është kjo këtu në gjithë. Ja ku është ikona download tu, e shkarkojmë këtu. Tani, unë e kam shkarkuar këtë dhe e kam instaluar. Tani, unë e kam shkarkuar dhe e kam instaluar, që mund të hap direkt. Shkruaj PDF, edhe model këtu në listë. Unë faktikisht e kam vënë edhe tekstati. Po të bësh të pin e ndjerë të këto ikonat. Po. Po e mbyll të programin Knaps, se kemi hapur shumë gjëra. Atëre, PDF Ranger është ky këtu. Na ka mbushur gjithë faqen, kështu që po zgjodhoj pak. Tani, kë kishim për të ashune, kishim këtë testeshin, atëre e kap edhe e këtu testeshin. I marit gjitha, po e bëjt madhe që ta përpunojmë më kollaj. Tani, me sa shikojmë të gjitha kanë dalë me kokë poshtë. Kështu që thjesht po i selektoj gjitha me Ctrl A dhe i rrotulloj me këtë butonin këtu. Do ta rrotulloj 2 herë, sepse kjo e rrotullon me 90 gradë. Nuk ka rëndësi ose me këtë, po 2 herë. Një nga e majta, një nga e gjata. Tani, këto u modifikuan, por modifikimi është bërë nga këtij programit. Po të shikosh të yllin këtu është i paruar. Kështu që ti ruajmë i them save. Domethënë që ti ruaj ka ndryshime që bëra i them save. Test 3, ok, test 3. Replace. Tani po e provoj
edhe një ta shikoj a është rregulluar. Tani këto dalin me kokë lartë, dalin tamam. Edhe po të jenë vetëm disa faqe me kokë poshtë, se mund të jenë ngatruar fletat, mund të kthesh vetëm ato faqe. Selekton vetëm atë faqe dhe rrotullon vetëm atë. Në du ta kesh shkarkuar dhe këtë. Të shkarkuar dhe të instaluar. Pas shkarkimit edhe e instalon. Po unë e kam instaluar më përpara edhe e kisha gati. Se si dihet ndonjëherë, ka internet, kështu e bëra gati. Tani çfarë tjetër mund të bëhet me këtë PDF Ranger? Se ky është një program shumë i mirë, domethënë që për përpunimin e këtyre PDF-ve. Mund të ndajmë disa faqe veç, në një skedar veçantë. Për shembull, nëse dua vetëm faqen e parë, 2 dhe 3 në një skedar vetë, atëherë i selektoj, mbaj kontroll shtypur, edhe klikoj. Domethënë kontroll dhe klik, vazhdoj selektoj. Se po të bëj vetëm select, më hiqen ato të tjera, po të bëj vetëm klik. Kështu që mbaj kontroll dhe klik. Edhe i selektoj. Tani klikoj me djathën, më del kjo menuja, është çike madhe, kjo po të mësohesh pak me këtë pastaj nuk ka problem. I them export selection to a single file. Do të thënë ato që kam selektuar i eksportoj si një skedar i vetëm. Kjo më sugjeron këtë emër, emri i skedarit -001. Okej, për mua është okej për momentin, i them save. Tani po e kontrolloj për ç'a është bërë, test 3001, e hap këtë. Kam vetëm to 3 faqe. 3 faqet e para. Nëse këto janë dokumenta të veçantë, domethënë secili nga një flet, dhe dua që t'i nxjerr në skedar të veçantë, edhe kjo bëhet. Për shembull, mund t'i selektoj të gjitha me Ctrl A, i selektoj të gjitha faqet dhe klikoj me të djatën dhe të menuja export selection to individual files. Domethënë del çdo faqe në një skedar në vete. Nëse supozojmë që janë dokumentat tek, nuk kanë lidhje me njëri tjetrin, po thjesht i kemi skanuar bashkë për lehtësi. Edhe mund t'i eksportojmë në skedar të veçantë me këtë opsion. Export selection to individual files. Ose edhe pa i selektuar, se kjo e pas ka një opsion këtu. Export all pages to individual files. E pas ka një opsion vetëm. Kjo all page, All pages, po. All pages, do të thotë gjitha faqet i nxjerr si skedar një nga një, më vete. Mund të bëhet edhe bashkime dokumentash me këtë program, PDF Ranger. Do të thotë deri tani ne bëm ndarje, do të thotë ndam një pjesë të dokumentit veçantë ose disa pjesë të dokumentit i nxorëm nga dokumenti. Po nëse kemi dy PDF të veçanta që duam t'i bashkojmë në një skedar të vetëm, edhe këtë mund ta bëjmë. Për shembull, po e mbyll këto. Ta them se dua të bashkoj këtë test 1-shin dhe test 2-shin, ti bashkoj bashkë, ose test 1-shin, test 2-shin dhe test 3-shin. Atëre po e hap edhe një herë programin Jonaps, atë PDF Ranger, që ka këtë ikonë. Po edhe skedarin e parë, edhe skedarin e dytë, edhe skedarin e tretë. Ose mund të selektoj 1, 2, 3 edhe t'i hedh aty. I selektoj duke mbajtur kontroll edhe klik, edhe pastaj i marr dhe i hedh këtu me një në 3 skedarët. Tani që janë në të 3 skedarët, mund të them save edhe i ruaj si një skedar më vete. Jo test 1, po i them test 5. Ose test 1, 2, 3. Tani, po të shikoj këtë skedarin test 1, 2, 3, ky i përfshin të 3 ata skedarët. Për shembull, ky ka 15 faqe. Ky skedari i parë ka një faqe. Skedari i dytë ka 3 faqe. U bën 4. Skedari i tretë
ka 11 faqe, 11 edhe 4, 15. Ai kishte 15. Domethënë që i ka gjitha faqet e atyre 3 skedarëve. Qa mund të bëhet tjetër me këtë programin PDF Ranger? Mund të ndryshojnë vendet faqeve. Për shembull, nëse këtë dua ta nxjerr të parën, këtë faqe dua ta nxjerr të parën, thjesht e marr dhe e tërheq. Dale, u pa apo s'u? Po i zvogëloj pak mos si znallim, kjo është znallim. Po i zvogëloj pak që ti punoj më kollaj. Po të ndryshuar vendin. Tani kjo është test 1 page 1, test 2 page 1, po ta marr këtë ta vendos këtu. E vendos parë. Atëherë kjo faqe më del e parë. Ta zëm se këtë faqe do ta çoj në fund. E marr e çoj në fund. Tani që bëra këto ndryshimet e vendeve, gjithmonë duhet ruajtur, se çdo ndryshim që bëjmë brenda këtij programi, ngelet brenda programit. Duhet bërë save që të pra kjo i bën save me të njëjtin emër skedari, kjo i bën save me një emër skedari tjetër. Domethënë me një emër të ndryshëm skedari, save as. Çfarë tjetër mund bëhet me këtë program PDF Ranger? Nëse kemi një imazh, për shembull i kemi kërkuar dikujt një dokument, ai ka fotografuar si fotografi dhe na e dënon, po ne na duhet si PDF. Po, ta nisë me foto. Po ne na duhet si PDF. Programi ku e ngarkojmë ne e pranon vetëm PDF, nuk e pranon. Jo, në këtë rast mund ta kemi në PDF me anë të këtij programi. Me një foto e hedh aty dhe i bën save si PDF. E konverton foton në PDF. Kjo është rasti më i përdorshëm ose rasti më i zakonshëm. Ndonjëherë mund të duhet që të nxjerrim një imazh nga PDF-ja. Kemi një PDF që ka disa imazhe, duam të kemi në të kundër. Po, duam ta nxjerrim si imazh. Edhe këtë e bën. Ja, për shembull, po të shikojmë këto opsionet që ka këtu tek menuja, Export selection to rasterized PDF. Export selection to PNG images, to JPG images. Pra, mund të eksportosh ato si imazhe. Një dokument PDF ta eksportosh si imazh. Kurse është opsioni. Kurse nëse kemi një imazh dhe duam ta kemi në PDF, thjesht e marrim imazhin, e hedhim brenda programit dhe i themi save. Kjo gjithmonë i bën save si PDF. Ku të gjina një imazh, tani çfarë vim provë? Kjo është ai që po bën regjistrimi. Programi që po regjistron preferense, po e regjistron, po inshallah na ka kapur të zërin se në njerëz e kap. Edhe qa kishin tjetër, domethënë kjo ishte Ja, okej, po për të pyetje që bëra. Po. Vjen një email dhe ne nuk e dim, ai nuk e di rëndësishëm për ne, po ne kemi merak të hapi. Dhe nuk na vjen direkt, por vjen si email i fshehur. Po. Ani si e kuptojnë që një email mund të jetë i rregullt ose që ne nuk duhet ta ngacmojmë, se mund të jetë një hacker, mund të jetë një që na viruson gjithë ato të dhënat tona në email, ose na merr në të dhënat. Si mund ta kuptojmë? Ja këtë doja të hakerini. Shiko, ti si përdorues mund të bësh vetëm të gjë, që të shikosh është adresa që ta ka dërguar e saktë. Jo, unë asë të një dhe presë, edhe pra që dërgon. Edhe masë me intereson, të hapa apo jo? Në të kuptim të Nëse të vinë një email nga një adresë e panjohur, nuk e garanton. Nëse të vinë një email nga adresa ime, ti adresë e njohur, pa diskutim, nuk fulan në të. Në një adresë nuk është e njohur, por mund të më intereson për të hapur atë adresë. Ti nuk e si ta kuptosh, vetëm po të kesh programe antivirus që e skanojnë dhe kërkojnë për viruse, ose ai për shembull adresa ime që përdorim ne, e Google-it, i skanon ato dhe i kontrollon, është spam, është me virus. Po spam vinë zakonisht këto. Domethënë, kontrollin e bën ai programi i email. Kush të ofron emailin? Në rastin tonë është Gmail. Program mund të kenë edhe selektiv thua? Gmail, po Gmaili kontrollon për viruse dhe për spame. Ato që janë spam. Po ja se kontrollon. Ja. Po ndoshta edhe Yahoo i kontrollon, nuk e di. Po Gmailin që përdorim në universiteti, e di që i kontrollon, edhe ato që janë spame ti jep tek
te direktoria e spamit, te kutia e spamit. Ato që ai mendon se janë spame, që 99% janë spame. U lajmëruar para sa poshtë për një email që ishte në takeve dhe tha mos e hapni nuk kisha faktikisht. Ju kishte mbase disave dhe nuk e kanë ditur çka ka qenë ai të hapta shikoj tash. Ai kuptoi duke parë adresën. Kush e ka dërguar? E ka dërguar Policia e Shtetit gmail.com. Policia e Shtetit nuk ka adresë gmail.com. Ka shumë .gov.al. Një email i gjatë aty Policia e Shtetit dhe ai kuptohet që s'është adresë saktë, domethënë. Edhe po të lexoja aty. Do të bësh në atë moment, mos ta hapësh, do ta fshish. Jo vetëm ta fshish, po edhe jo, një sekond. Jo, Gmaili ka edhe një opsion aty që thotë raportoj që ky është spam. Edhe e raporton atë. Po e raporton aty, po e raporton 2-3 veta, atëre Gmaili automatikisht to email-at që vijnë nga ky person i selekton, i jep spam. Ti të erdhi aty po atyre tjerë nuk u shkon. Nuk e hapa, e fshiva direkt. Në rregull, s'ka problem. Po të hapësh adresë. Kemi dhe diçka para se ta mbyllim këtë trajnimin ose seminarin e sotëm. Është një programi Free PDF që mund ta shkarkoni dhe mund ta përdorni për të ashtu ose nëse keni program tjetër s'ka problem. Gjë do të bëj një pyetje. Nga PDF në Word. Është një shumë një kalosh një material nga PDF në Word. Shiko. Se për shembull në ato të tilla nuk e di dot, nuk e di. Shiko. Skedarët PDF janë disa llojesh. Një skedar PDF mund të jetë krijuar duke konvertuar një dokument. Një dokument Word e konverton në PDF. Një skedar PDF mund të jetë edhe i skanuar te skaneri. Ai që është konvertuar ka shanse që të kthehet. Ai skanuari Jo, që nuk është i skanuar, është si material. Po në përgjithësi një model i shembull apo? Jo, nuk e bëj shembull sepse duhet program për atë punë. Duhet Adobe PDF e po ta duhet të është me licencë. Shiko, nëse është një program që ti e ke konvertuar nga dokument në PDF, më mirë modifiko dokumentin origjinal dhe konvertoj prapë në PDF sesa s'ka sens, nuk ka kuptim. S'ka kuptim ajo. Sepse edhe ky konvertim mund mos jetë 100% i saktë, për shembull, nga PDF-ja në dokument. Kurse dokumenti origjinal modifiko dokumentin. Urdhë? Për këtë për siguri do jam të përkatasheve tona, unë kam disa email-e, nuk po vetë të zyrtarit monitor, sa të ka tjetër që ka kontrol se ka diskutim. Më falë, të diskutoj edhe diçka 2 minuta dhe pastaj vazhdojmë te kjo një. Ja, se pastaj. Ja, më ndër 2 minuta. Po të vje është si... ose? Tjetë një lutë, është. Ja, të ambimë. Jasne, to je proces, dobro. Ja ne interesovam. Jo, po ja i Maja to ti znači to što. Ose do një kujt, mund ta dërgosh kishte. Unë do ta bëj këtë Ishte në një program Inshallah që është regjistruar tamam, se nuk jam i sigurt, kam pasur ca probleme gjatë provave. Po të jetë regjistruar tamam do të dërgoj të gjithë. Kështu që pa më. Tani kemi edhe këtë reduktimin i madhësisë së një dokumenti PDF. Kjo ndodh ndonjëherë kur do të bësh upload një dokument PDF në një faqe të caktuar, ato kanë edhe limite, për shembull që nuk të pranon se ka shumë të Jo kaq e madhe, se pranon kaq madhe. Atëherë si mund ta bëjmë reduktimin e madhësisë së programeve? Unë kam instaluar një 2 programe këtu tek rrjeti jon që është PDF 1.local. Nuk e di do marrë në moment apo jo. Jemi në rrjet kështu. Se ka vendosur këtu? Ska i mos hoću nekoj me dojmë kjo se Okej, aty t'jep mundësinë që ta ngarkosh atë dokumenti PDF dhe i thua ma zvoglo edhe mund t'japsh edhe parametra që shkarkuar. Urdhë? Do të kesh të shkarkuar. Jo, nuk është i shkarkuar, kjo është si faqe web.
sepse edhe ka dhe shërbime në vetë, po të kontrollosh që të bëjnë të punë, që ti ngarkon një dokument PDF dhe i thua mos voglo madhësinë, deri në të madhësi, për shembull. Edhe këto programe që kam instaluar, që këtu nuk për fat keq nuk u kapën dot, që këtu zvoglojnë atë. Kanë disa opsione për përpunim dokumentash PDF dhe një nga këto opsione është edhe zvoglimi i madhësisë një skedari PDF. Okej, unë kaq kisha për sot. Ma thoj datë pyetjen që kishe për Mirjana? Pyetjen e unë për këtë pyetje thash, që si të kuptoj që mund të më interesoja email, po mund të jetë i rrezikshëm. Si ta kuptoj, po mund të më interesoj se mund të jetë në fshajnë për shembull. Më vjen shumë emailje të fushës profesionale, që mund të më interesoj ka, ose që bëj ftesa për pjesa në konferenca, ose si forse e mëra. Tani, ka raste që ato nuk janë reale. Si unë mund të kuptoj një lidhje ose një që është tamam me një fals ose në një duke Se kupton do të dhe, mund të ketë ndonjë tregues temja për këtë. Po thjesht domethënë nëse është një adresë njohur që ti e njeh, që ke besim, dakor për ta pranosh. Nëse është një adresë se besim, Se mua më vjen teksta, edhe i hap edhe kush nuk i intereson më shi. Letoj, shi. Ka rësi që unë jetë një sy dhe i shi pasaj. Ka rësi që unë jetë një sy. Po më interesoj mirë edhe. Po që dokument PDF, ose po që attachment, çdo lloj attachment, dhe ti e hap në kompjuterin tënd, gjithmonë ka rrezik që ai të ketë virus, sidomos në Windows. Po, domethënë dokumentat PDF para kanë rrezik, dokumentat Word kanë rrezik, po pjesa e rrezikshme është kjo që ai i vë prapashtesën pikë PDF, po nuk është PDF. Domethënë ti kujton se është PDF? Jo, ai vjen një email edhe shkruan email. Në email dhe ti aty një link që kjo është faqja që mund votosh, kjo është faqja për konferencë, kjo është faqja. E pa ato linkë gjithmonë tash nuk e di. Duhet ta shikoj se Unë dëgjova, nuk e di sa e sigurisht që në media dëgjova për të sigurim kibernetike. Këto linke, për shembull HTTP, po më ka sënë nga pas sigurim mos jap. Është eksakt kjo HTTP edhe së jap? Ideja e saj është që kur është pas komunikimi është pa enkriptuar, është i hapur. Dhe çdo njeri që është në mes mund të lexojë të dhëna. Për shembull, nëse ti fut një username password, mund të lexohet nga dikush. Ekziston mundësia që të lexohet. Për shembull, nëse ti je në një internet kafe, për shembull, në një rrjet pa njohur. Se kur jetë rrjeti i universitetit, kush do ta lexojë? Do ta lexojë unë, do ta lexojë kolegu jot, jo. Nuk ka kushta ashtu. Po nëse je në një mjedis pa njohur, gjithmonë mund të ekziston mundësia që është dikush që i përgjon këto. Edhe mund të shikoj se çfarë. Kjo si e në fund, ka gjithmonë siguri se mund të jetë edhe pak të manipuloj, të intrigoj. Mund të mos ketë siguri se ja në fund të web. Se ja garanton e para që komunikimi është i enkriptuar, e para. Do të thënë që nuk mund të përgjohet komunikimi me server, që bën ti me server e para. E dyta, se-ja zakonisht ka dhe një certifikat. Do të thënë që kjo adresë Ka tjetër nga dikush është siguria. Po tash edhe kjo nuk është Shumë e cipëllesa, nuk është e garantuar sepse tani kushdo mund të marrë një certifikat, nuk është një ashtu domethënë për adresën e tij në web. Thjesht ti do shikosh atë përmbajtjen, çfarë kërkojnë atë. Nëse kërkojnë gjëra personale, do të japësh. Nëse janë gjëra pune, s'ka në ashtu. Jemi brajt në më fare, dashamiri. Po, dashamiri. Kërë adërkone ato mesazhe. Po. A ju brajtiri apo jetë dhe mësim një që? Jo, unë jam specialist për server dhe për digitalizimin. Digitalizimi ka lidhje me aplikacionet që përdoren për të punë për atë, po. Po, e tim digitale, të gjithë programet ose gjërat që Ose unë u them mos printoni, përdorni skanoni dhe përdorni PDF, për shembull. që mos u printojmë direkt? Jo, them që mos e harxhoni letrën, më mirë skanoje, mos e bëj fotokopje, skanoje dhe dërgoje me attachment si PDF, them unë, do të Që mos u printojmë, ta dërgosh e tjerë si skanim, edhe ta marrim, mos u printojmë sua si. them që mos harxhoni letrën, Edhe u dërgojnë një listë dokumenti. Për mua mundësisht mos përdor letra fare. Retendar, po që akoma si më erë në aty. Po, ca nuk punë, ta lexojnë aty ose këtu dhe thonë mund ta kemi një fizikisht. Dhe fizikisht ka dhe një shkone dhe të ketë disa për shembull.
Të themon digitali është më mirë se fizika, se digitali mund ta zmadhosh. Ato fizikisht nëse është shumë e vogla ti se zmadhon dot. Mirë, si do 12-14 po. Por kur e kanë aty dhe duhet të selektojnë, duhet të marrë shënime, duhet të avisi libër, duhet leksione të asëm. Ja leksione, unë ma dërgoj në Word, se mund t'i editoj, mund t'la dërgoj në PDF. Nuk e kam problem, ka printojnë. Po kupton? Unë, nga Word i PDF e kthej. Metod, ja të kliko, të dërgoj ajo e bën. Dakor. Se apo jo, ma dërgoj në PDF. Por e mira është për ata që ta ke fizikisht. Me mira është libër, se to libër, fizik, ta lexojnë ata. Me mirë, nuk i po për dokument, Unë them që mundësisht edhe, do të thënë çdo gjë që është me letër, mundësisht të bëhet. Shumë faleminderit. Faleminderit.